Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa tamu taslima lil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun e Madhërisht për gjitha mirësitë e Tij, salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e Tij, shokët e Tij dhe të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, jemi në këtë ditë të begatë me të cilën Allahu xhalla xhelaluhu na ka ndëru umetin e pejgamberit alayhis salam në këtë ditë që është përplot mirësi, falje, mëshirë nga ona Allahu xhalla xhelalu. Po mundohemi që të përcjellemi zakonisht mesazhe në këtë ditë të begatë dhe pas përfundimit të temës së javës së kaluar, e cila na ka shoqëruar disa javë, kam menduar gjatë se çka do të ishte e nevojshme në radhë parë për mu e pastaj për juve. Që të flasim, sepse ne bashkë me ju mësojmë, bashkë me ju i përpunojmë argumentet, nuk është mimberi ky vend kursia në fakt, vend që dojmë të shesim mall, po duam të përfitojmë bashkarisht. Dhe ky është realiteti i të gjithë xhallarëve, që ligjëratat që i mbajnë në radhë parë i mbajnë për vete e pastaj për xhamatin. Në radhë parë m'ia kujtu vetvetes argumentet e pastaj të tjerëve, me qëllim që të zënë vend fjala, me qëllim që fjalë të burojnë nga zemra, mos t'jenë për mbushje e kohës. I kemi një 20 minuta, do të më mbush dyqysh, nuk e kemi këtë qëllim vëllezër, kemi për qëllim në radhë parë me kënaqë Allahun me veprat tona dhe të gjithë ne të përfitojmë. Dhe ka marrë në përfundim që nuk kanë gjetë diçka nga dietarët që kanë folë më shumë, dhe se në fund të jetës tyne një pjesë e madhe dietarëve e kanë lënë si testament, si porosi. Sa do thonë që kemi përpunu Koranin, prap sikur e kanë pa të mangë që nuk ja kanë dhënë hakun mjaftueshëm Koranit. Po flasmi vëllezër për dietar eminent, kolos të dijes, që kanë lënë me vepra të mëdha pas tyre, kanë jetuar dhe kanë përpunu Koranin, prap kanë thënë që nuk po na duket që kemi bë boll. Duke u nisë nga ky parim dhe duke qenë se në Koran i kemi tregimet, rrëfimet, sepse e dënë vëllezër natyra e derseve, e ligjëratave, edhe tregimet, rrëfimet, i kemi Koran. Në Koran kemi edhe dispozita, në Koran kemi fjalë të Allahut. Prandaj duke qenë se krejt i përmbledh libri i Allahut dhe duke pas parasysh që në përpunimin e librit të Allahut ka shpërblim që nuk ka në librat e tjerë. Çfarë do libri të njerëzve që e marrmi që kanë përpunuar dietarët islam, prej kohës sahabëve deri në kiamet, nuk krahasohet me librin e Allahut. Prandaj dhe kam vendosur që inshallah ti komentoj dy gjuzat e fundit të Koranit, dy pjesët e fundit të Koranit, e që kanë kogja shumë kaptina sure, e që një pjesë e madhe këtyne kaptinave lexohen namaz. Kryesisht lexohen në namaze, duam që t'ja vdim kuptimin, sepse cilësia e namazit, po flas për xhamatin, cilësia e namazit të atij që e merr vesh Kur'anin dhe atij që s'e merr vesh Kur'anin është dallimi shumë i madh. Ka njëherë ndoshta hoxha kur e lexon një fjalë që ti e ke një ligjërata, qetësohesh namaz. Një fjalë e ke një, veç për xhenetin, e përmend dikon hoxha në namaz xhenetin, ty të shkon mendja te xheneti. Nëse se kupton hiç cilësia është, domthon, mend shkojnë poshtë edhe nalte edhe anej edhe kënej, e shumë gjëra të tjera, që më kanë nxit, më kanë motivu që të miremi më tepër me Kur'an, me përpunimin e Kur'anit. Edhe një herë po themi që në Kur'an e kemi edhe aktualitetin, në Kur'an e kemi edhe porosit, edhe kemi rrëfime, edhe kemi norma të cilat na duhen në jetën e përditshme. Prandaj të ndershëm vëllezër, pra nga këtu themi se njohja e Kuranit është domosdoshmëria jona.
do t'i ceki disa rregulla në këtë ligjërat, në hyrje të kësaj teme pequj, para se me i përpunu këto dy pjesë të fundit të Kuranit. Gjuz është pjesë e cila përmban veti disa kaptina, disa sure. Këto gjëra që do t'i flas sot janë të ndëgjuara, sepse kemi përmeni, kemi theksuar në për ligjërata, mirë po sot po i trajtojmë pak në mënyrë profesionale, sepse edhe pyetjet shpesh na shtrohen, pra lidhur me disa rregulla që kanë bajnë me vetë Kuranin. Andaj të ndershëm vëllezër, kur flasim për librin e Allahut, pra për Kuranin, libri i Allahut. Pra vëllezër, është shumë e rëndësishme me përjetu për çka po flitet. Nuk është të folë të për një libër që e ka shkruar një poet, as një dietar. Se ka shkruar një krijes, nuk e ka shkruar një filozof. Libër fjalë e Allahut. Qysh ka thënë pejgamberi sa la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi. Batili nuk vjen as para as mas. Nuk mund kërkush me deviju këtë libër. Nuk mund kush me ndryshu. Fjalët tona i çanera, fjalët tona ndryshojnë, fjalët e njerëzve ndryshojnë. Fjalët e Allahut nuk ndryshojnë. Fjalën e Allahut me ta mundsu Allahu me lexu, kjo është premisë e suksesit. Për atë arsye Allahu i ka vendosur çmim atij që lexon fjalën e Allahut. Çfarë do libri në botë? Këtë pikë e trajtojmë pak më vonë, po me që veç hyra në te. Çfarë do libri që lexon? Madje edhe fjalët e pejgamberit alayhis nëse i lexon, s'ki sevap 1/10. As hadithet nëse i lexon, s'ki sevap 1/10. Ki sevap veç pse i lexon, merr ilm, merr dije. Çfarë do fjalë që lexon pi sahabëve, shokët e pejgamberit alayhis, s'ki sevap pse i lexon ato, pra për tekstin e fjalës. Lema fjalët tona, fjalën e Allahut ekskluzivisht Allahu e paguon. Prandaj vëllezër, këto dhe shumë gjëra të tjera po mundohem me i cek, pra libri i Allahut të vëllezër ka lexim ekskluziv. Ka gjuhë të veçantë për me lexu fjalën e Allahut. Ka rregulla të veçanta për me lexu fjalën e Allahut që në gjuhën e Kuranit quhet tajvid. Që i bie rregullat e leximit. Që thot Allahu në Kur'an, "Warattilil Qur'ane tartila." Epja hakun shkronjave të leximit. Çito rregulla nuk vlen për asnjë libër në gjuhën arabe. Veç për Kur'anin këto vlen. Që i bie vëllezër, një herë të hyjë në lexim, Allahu ka parapar rregulla me lexu këtë libër. Pastaj kur ka fol pejgamberi sa për peçujen e profesionalizmin, mjeshtrinë e leximit, ka thonë: "El mahiru bil Kur'an." Ai që është mjeshtër i leximit Kuranit, ai që lexon Kuranin me rregulla, ai është me melaçe, shpërblimin e ka me melaçe, gradohet me melaçe. Pra, lexuesi i Kuranit ka shpërblim, ka pozitë të veçantë Allahu për formën e leximit. Që i bie se Allahu xhallal xhelali ka specifikuar këtë libër në lexim që nuk e ka asnjë libër tjetër. Merë gazetën në gjuhën arabe, me qëto regla së në lexon. Për atë arsye, gazetari i gjuhës arabe, s'po flas tash gjuhën shqipe, po flas në origjinalitet, mos u çudit se s'di me lexu Kuranin. Edhe ai që është arab, pa i mësuar çto rregulla, nuk di me lexu Kuranin. Pse është arab, nuk di me lexu Kuranin. Por këtu Allahu na bën të barabartash. S'ka lidhja është arab, atë çka është shqiptar, i mëson rregullat, shpesh herë, domethënë na kemi lexues edhe për to ka arabë, kemi edhe pitonëve që janë profesionalista në këtë punë. Pastaj vëllezër, ka dhe rregulla të tjera, ka kushte në fakt të tjera për Kuranin që janë për asnjë libër. Prej kushteve është tahareti, pastërtia. Nuk lejohet me konsenzus të dietarëve islam me lexu Kuranin gjunubi. Gjunubi është ai që ka fjet me gruan ose ka pas policion. I shpjegoj këto terme për të rit, se kanë herë nuk i ik fjallat gjunub, unë jam i vetëdijshëm që të moshunit i din, po të rit nuk i din si terminologji. Se hoxhallarët e vëllezër kur i kanë shpjeguar fen, i kanë shpjeguar në origjinalitet, se cilin pi të moshunit me vetë fjallat gjunuba, e di çka është, po thotë është di. S'ka nevojë këtë mund ngushtu, se këtë pjesë të dinit, a mo të rit me vetë valla se di thot. Pra, është fjala ai që është i papastër, që ka po ëndër dhe ka pas polucion, ka fjet me gruan, rrepsisht e ka ndalune me prek Kuranin ose me lexu Kuran me gjuhë
rrepsisht e ka ndaluar. Asnjë libër tjetër në botë, edhe hadithet e pejgamberit alayhis mund është me lexu gjunub. Asnjë libër tjetër nuk ndalohet. Për atë arsye, pra edhe për çit pyetje shpesh na bëhet. A bën ai që është pro gjunub me kap në libër? Bën me kap, pa problem. Edhe me lexu bën, pa problem. E pastaj është debatu te abdesi. A është kusht me lexu Kur'anin me abdes? Edhe është debat i gjatë e dietarët e Islam. Allahu xhalla xhelalu thot la yamassuhu illa al-mutahharun. Kur'ani nuk e prekin pas atyre që janë të pastër. Ka debat në radhë parë për çka është për qëllim për këtë ajet. A janë njerëz, a janë melaçet? Ky është debati i parë, ka shumë për dietarë që kanë thënë fjala është për melaçet. Mirë, po mendimi më i saktë është për njerëz. Dhe ajo që Allahu din më së miri, që është mendim më i parafër është se do thot pjesë e madhe e dietarëve e kanë kushtzuar, pra është i detyrueshëm abdesimi para leximit të Kuranit. Të paktën, më e pakta që është preferencë, që është e preferuar me marr abdes për me lexu në gjuhën arabe, jo në gjuhën shqipe. Gjuhën shqipe pa abdes nuk kushtzohet abdesi, se ai nuk ka Kur'an. Në gjuhën shqipe nuk është Kur'an. Ai është përkthim. Kur'an është ajo që ka zbrit në origjinalitet. Për atë arsye lejohet me lexu pa abdes, nuk është kusht pastërtia e kështu me radhë. Pra, po i cikmi qëto se jenë përditshmëri tham, por edhe me këto po dojmë me po pozitin që ka ky libër. Llogaritni çfarë kritere para se me kap në dorë një herë. S'mund gjithkush me kap Kur'anin. Prandaj e shohmi sot vëllezër në për shtëpia që nuk madhrohet mjaftu shumë Kur'ani. E kap gjithkush, e mojnë Kur'anin në për shtëpia, alhamdulillah që mojnë gjuhën arabe po flas. E kapin fëmia, shpesh herë e lanë pa vend edhe këtu mu kujtu tash se kisha në ashta plan me thonë. I shohmi edhe xhamatlit. Kur'anin e lëshën tok. Vëllezër që është përbuzë fjalës të Allahut. Që nuk i përket muslimanit me kap me lëshën tok Kur'anin. Edhe nëse bën sejdë të tilavetit, e shtin në sjetëll kur të bish në sejdë. Po edhe telefona tash. Telefonat e kanë Kur'anin apo? E kem Kur'anin në telefon. Jetu lexu. Mos i lëshën tok. Mbyllët telefonit tani lëshohet. Për shembull, edhe në banjë bën me hi me telefon. Po jetu lexu Kur'an. Mos hin me Kur'anin hap në banjë. Sepse është mekruh e papëlqyeshme me hin në banjë me musaf. Musaf është libri i Kur'anit quhet. Musaf i thojnë librit të Kur'anit. Pra, me qef më madhon. Pra që kjo është musaf? Musaf, libri. Që ti e thojnë musaf. Me qita, qofti i madh, qofti i vogël, me hin në banjë, ku kryet nevoja fiziologjike, Allah i nderoft, është mekruh, e papëlqyeshme, e urrejtur te Zoti. Nëse ke pas në xhep Kur'anat vogël, ke pas në xhep ke harru, falet ajo. Po, qëllimisht nuk bën me hi. Prandaj, nuk parapëlqejnë dietarët, edhe nëse kemi hap, pra kjo që është në gjuhën shqipe, nuk e ka të njëjtin tratman. Mirë, po që ky Kur'ani i Mulla Sherifit që e ka përkthy Allahu më shëroft, është përbleft, ky e ka edhe origjinalitetin edhe përkthimin. Nuk bën këto me prek, pra ai që është gjunub. Dhe nuk është mirë me lexu ai që është pa abdes. Pra me lexu o fjala në gjuhën arabe, në gjuhën shqipe ka drejt. Po gjunubi nuk bën me prek as çiton. Pse? Se mrane ka edhe origjinalitetin. Edhe te palimi, që shtu du të mi palu këta, jo të kundërtën. Pse? Se këtu ka përkthim. Tash kjo është veç original, që shtu i palujmë. Prandaj mos gabomi qitë në raftat e librit, përmi Kur'an mi qitë libra në gjuhën shqipës në gjuhë tjera. Krejt që tu vëllezër edukatat të imta, po jenë me rëndësi. Pse? Sepse krejt që tu e kanë një rezume të vlerave. Allahu xhelle xhelalu në Kur'an thot: "Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Ai që i madhron simbolet e Zotit, tregon që ka frikë respekt në zemër. Mos me krahasu ku i shtin librat për shembull shkencore bashkë me to në raftin e fundit, me shti edhe, me shti edhe Kur'anin. Kur'anit me ka në raftin më të lartin. Tani vijnë tjerat libra. Pra çto janë
pak gjona teknike vëllezër, po janë të rëndësisë së veçantë. Që neve na duhen këto janë quhen edukat, edeb, çit edukat hoxhallarët e vjetër me vite ja kanë mësuar xhamatit, sepse ruhen vlerat e koha së premton me u detaju shumë. Pastaj të ndershëm vëllezër, ka rregulla para se të filloj me lezu. Që s'është ky rregull të asnjë libër. Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'an thot: "Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim." Kur dush me lexu Kur'anin, thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj mbrojtje te Allahu nga djalli i mallkum. Asnjë kitab, asnjë libër që lexon s'kërkohet ç'ky kusht. Edhe hadithet e pejgamberit që lexojmë gjuhën arabe nuk kërkohet kjo. Madje nuk bën me thon. Nuk bën me thon. Lemon gjuhën shqip ose në gjuhë tjera. Pra, kërkesë e veçantë te Allah, kjo është e preferuar te shumica absolute me dhëbë shkolla juridike, tu nis prej Ebu Hanifes rahmetullahi alayhi dhe tjerëve, që është e preferuar para se me fillu leximin e Kuranit me thon istiadhen. E pastaj preferohet edhe besmelja nëse në fillim surës. Kjo nuk është e kërkuar te asnjë libër tjetër, e të ngjashme që po mundohen me cik këto gjëra. Pastaj të ndershëm vëllezër, përveç këtij që u thanë, e që në pak e përmenën në fillim të ligjëratës, leximi i Kuranit në gjuhën origjinale, në gjuhën arabe, ka shpërblim ekskluziv, ka shpërblim të veçantë, sevap të veçantë që se ka asnjë libër tjetër, asnjë lexim çfarë do që në gjuhën arabe, çka do të lexojmë. Shpërblimi është 1/10. Pejgamberi alayhis salam i ka thonë i shokut tina, kur ja ka mësuar këtë çështje i ka thonë, nuk po të them që elif lam mim i ka 10 sevape. Po ka thonë, shkronja elif 10 sevape, lam 10 sevape, mim 10 sevape. Që do 30 sevape. E llogaritni veç bismilin kur e lexojmë sa sevape. Pra, shpërblimi është shumë i madh. E kogja unë mendoj, kështu për thëmë, kogja trim du të me kanë për me thonë vallon e s'kam nevoj me lezu që libër. Te sevapi vëllezër, me miliona pa onal, ka numëru disa djetarë, dikush mbi 2 milion sevape, dikush 4 milion ka shku. Sevape njëherë me bahat me Kur'anin. Si ki të asnjë libër tjetër, na kem shumë sevap me lexu Kur'anin në gjuhën shqipe. Kem sevap, dijen që marrme, jo leximin, dijen. Pastaj kem sevap, kem shpërblim, libra që lexojmë gjuhën shqipe, kem shpërblim, po jo me shpërblimin e leximit të Kuranit. Këto janë veç lexim që marrim dije. Prandaj ti dallojmë këto gjëra që të arrijmë te vlera. E mos pyet pastaj çka ka fol Allahu në Kur'an për të mirat e leximit të Kuranit. Një prej tyre pe theksoj sot se kanë fol për këtë pjesën e gjatë ligjata ose sidomos në Ramazan. Ai që lexon librin e Allahut vëllazër është në tijaret me Allahun. Në tregti, veç që lexon, i të bëj tregti me Allahun. Thot Allahu xhelle xhelalu: "Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Allahu po thot në Kur'an, vërtet ata të cilët e lexojnë librin e Allahut, Kur'anin, e falin namazin, e hapin zakatin, fshehur razi dhe publikisht ata janë të bë tregti me Allahun që nuk dështon kurrë. Pra të parin që ka radhit për tregtarëve me Allahun është lexuesi i Kuranit. Pra, kur lexon Kur'an, i hin tregti me Allahun. E çysh mundna me marr vesh për çfarë tregtie po flitet? Në radhë parë, ato shka e dim na, shka e kuptojmë, ato që si kuptojmë besin për ditë gjykimit më na shpërblyj Allah në xhenet. E para është leximi. 1/10. Një harf, një shkronjë 10 sevape. Ku gjam që tregti? Se gjam në asnjë libër dhe me në asnjë formë tjetër. Pastaj i ka përmend Allah falësit e namazit janë tregti me Allahun. Sepse ata po mundohen Allahu po pak, po mundohen pak unë kam dhënë shumë. Ata që apin, po thot Allah, sadak gjit, zekat gjit, janë tregti me Allahun. Ata po apin pak, unë kam dhënë shumë e të ngjashme të mira të shumta. Pastaj të ndershëm vëllezër, po duhet të cekë edhe këtë para përfundimit të ligjëratës se patjetër që të ndershëm vëllezër ka rregulla në komentimin e librit të Allahut. Po i them pak fjalë edhe këtu, se kisha plan edhe një pikë tjetër me trajtu si të përfitojmë nga Kurani, po inshallah flasim në ligjëratën e ardhme.
Po për ta mbyllë këtë këshill parahyrëse, pra për rregullave të Kuranit, duhet me kuptuar që Kurani është libri i Allahut. Duhet mu shejtru. Kurani duhet mu shejtru, mu madhru tek ne, me di që fjalët e madhit Allah. Për atë arsye i folëm shumë gjana. Po mbi krejt këto që i folëm është me shtik kryt ku se ki venin. Me folti për librin e Allahut pa dije. Kjo tani paraqet rrezikshmëri, unë them kështu, kjo paraqet ke prek në voltazh të nalt, s'ta fal. Që aty voltazh e nalt e dini që nuk ta fal ai s'nje, tani ai hoxha shkaje, voltazh e nalt të rrymës nuk nje. Ke prek voltazh nalt. E sot e shohim këta edhe politolog, edhe analista, gazetar, Janisa e komenton fjalën e Allahut, madje me qillu aty një hoxhë edhe më thon çka i të fol, thotë po kjo është e drejtë jemja, ti po ma mohon drejtën me folën, e drejtën e kujt aty po flet, për gazetaria? Jo, inshallah nuk ka xhamatli kështu. Uroj të mos ketë xhamatli me çit standard, se ti ki dush me bë tobe të mëdha të Allahut. Prandaj vëllezër, çito rregulla duhet më mësuan në xhami. Kuranin e komentojnë dietar. Unë nuk jam dietar. Nuk jam unë dietar. Unë jam kërkues i dijes. Ka gjë do vjeti kena bën të studiu, nuk jam dietar. Unë nuk ja lej vetvetes me komentu një fjalë të Allahut, unë çyshe ku marr vesh. E llogarit është ti nëse ta merr mendje ti mi oqeanit not, di që vallahi s'u del fund. Vëllezër është shumë serioze. Qëllimisht e kam përzgjedh këtë temë sot me fol, kërkoj shumë mirë kuptimin e ju, po banalizohen gjonat e na. Tu mendu disa njerëz që pa 2 ditë shkollë kanë. Krejt, nuk ka lami që ai s'flet. Qysh po thonë këta ti gjitholog. Veç të na e gjonë që në Evropë nuk e gjonë këto. Aty ku ka dije nuk e gjonë, veç të na e gjonë. Por që ta na jemi mrapa, kërkoj shumë mirë kuptim, por na duhet me ngrit vetë dijen vëllezër. Vetë dija ngritet për shtynë gjëra. Hoxha flet për fe. Jo ti, pse flet ti për fe? Pse flet ai politologu për fe? Ai është i thirrën. Po komentimi i Kuranit të vëllezër po komentohet me Kur'an. Ka ajete që Allah i komenton me Kur'an. Ka ajete që komentohen me hadithet e pejgamberit alayhisalam. I komentojnë fjalët e sahabëve që i kanë përjetuar, edhe ka komentim me mendim të dietarëve që kanë nxjerrë nga barku i Kuranit. Këtu po e përfundoj këtë temë, do të vazhdojmë inshallah me disa tema të tjera në hyrje të Kuranit. Zoti shpërblet për vëmendjen. Allahu na mundsoft me respektu Kuranin, me lezu Kuranin dhe me punu me te. Walhamdulillahi rabbil alamin.